është më mirë, një nuse nga fshati apo një nuse nga qyteti? Po pse nga qyteti dhe pse nga fshati? Po si mendon, kush përshtatet më shumë për shembull me familjen tuaj? Dhe mua, niveli e rëndësishme është të baraspeshohen nivelet ekonomike dhe kulturore midis dy palëve. Kuptove? Një nuse arsimuar me ideal Po dhe vajzat e fshatit mund të arsimohen. Jam dakord tash. Edhe nga fshati dhe nga qyteti mjafton të jetë arsimuar dhe nivelet kulturore dhe ekonomike të jenë në të kundërt shkon divorc. Kush janë më shumë me parime, me tradita të fshatit? Po të rikthehesh ai i ri, do ta merrje një vajzë prap nga fshati. Ande e kam, ande ta merrje. Po të njëjtën apo? Të njëjtën po, patjetër, po të ishte ere. Por ande të paktën akoma nuk flen me qen, a kuptoni apo jo? Ktu flen me qen. Se mendoni se vajzat e fshatit janë më me parime ose më me tradita? Janë akoma thash se s'kan rrethanat e tilla dhe kushtet që degradojnë. Se po të vinë në Tiranë, dhe ato do bëhen njësoj si tjera. Bile dhe më keq. Po çfarë janë to degradime? Kush janë problemet e rinisë sotme? Sot problemet e rinisë? Nuk puno, nuk studio. Ka të gjeneruar moralisht. Po të flesh me qenë, unë nuk e di se çfarë mund të ketë më shumë. Në më mirë nusja nga fshati apo nga qyteti? Varet djali si ka preferencën e vet. Ju personalisht, kush mendoni se janë vajza më të mira? Shiko, varet edukata që ju kanë dhënë, e parageni, edukata, ka gjëra që shtyen, ka gjëra që shtryen, megjithatë merren vesh vetë të rinjt. Me prindrit e partnerit, kush mund të sillet më mirë? Varet edukata e nënës, se unë jam stërgjyshe, edhe varet edukata njerëzilliku, megjithatë problemet janë shumë të ndryshme, është problemi social, gjitha bashkohen dhe prandaj kanë filluar edhe ndarjet edhe, megjithatë unë i dua shumë të rinjt edhe të kenë jetë të lumtur, e di, po ka problemet jetike, skamja, puna, gjitha bashkë bëhen edhe pastaj ç'bëhet. Në më mirë një nuse nga fshati apo një nuse nga qyteti? Një nuse nga Shqipëria, edhe si nga qyteti dhe si nga fshati, o tjetë dhe buri njëri me kulturë, di të respektojt edhe nusja. Lejt jetë nga çdo vend. Se unë nusen e kam nga Roskaveci, po ne me njëri tjetër shkojmë shumë mirë. Se është edhe buri edhe nusja duhet të kenë me në kokë të cilën mirë me njëri tjetër edhe me fëmijët. Kush janë më vajza më me parime, më me tradita, vajzat e fshatit apo ato të qytetit? Si mendoni ju? Do të them vetëm 4 qytete. Si meshkuj, si vajzat janë Korçarë, Shkodranët, Bibranët dhe Përmetarët. Janë më të mirët. Përmendet 3 qytete nga pjesa jugore e Shqipërisë dhe një qytet nga pjesa Është veriore. Shkodra dhe Dibra që... Po qytetet e tjera? Qka? Po këto janë 4 qytetet që din të respektoj njëri tjetërin. Ju ishtë marrë nuse nga Roskoveci? Unë e kam si familja, si nusja, unë shkoj shumë mirë. Ju vetë personalisht nga jene? Korçarë poro. Faleminderit. Skagje. Nuse nga qyteti? Shëndësi ka, do të jetë njëri. Kush ka më shumë norma, më shumë tradita, vajzat e fshatit apo ato të qytetit? Po jo, më s'ka lidhje fare. Më mirë nuse nga fshati apo nuse nga qyteti? S'ka problem të, mjafton të kenë mirë kuptim, s'ka rëndësi kjo, se nga fshati, nga qyteti. Kush janë vajza më me tradita, më me norma? Një lloj janë të gjithë, gocat. Gocat janë shërbet për baklava. Faleminderit. Nuse nga qyteti? Nga fshati. Pse nga fshati? Gjithmonë kemi respektuar traditën. Vajzat e fshatit kanë më shumë traditë? Jo se kanë më shumë traditë, po janë më besnike. Çfarë aspekti janë më besnike? Sepse ka qenë atë rrethin e ngushtë të fshatit dhe nuk kanë pas hapësira për të shikuar më tutje. Mirë, edhe një vajzë nga fshati do vinë qytet, do martohet qytet, do ketë hapësirat. Patjetër, unë nuk jam kundra
që vajzat e fshatit mos të vinë në qytet, përkundazi të integrohen dhe ato. Unë flas për veten time, çfarë kam bërë zgjidhje unë, sepse ka qenë një këshill nga prindrit tanë. Gjithmonë ashtu e solli Zoti që unë të martosha një vajzë nga fshati Sasaj, i Piqerasit, Lukov, Sarand. Qyteti. Hajde. Fshati ka qenë kapital gjithë kohë, që kur është kriju njerëzimi ka qenë fshati kapital. Hajde këtu në qytet, pa punë, pa shpresë, pa jetë, pa asnjë gjë, ku është më e bukur? Atje ku është kapitali apo këtu që s'ka asnjë shpresë? Këtë më shpjego di mu. Po vajzat, nuse. Ti si gazetare këtë përgjigje më jep. Është më mirë atje ku është kapitali apo këtu që jam skandal mes qytetit pa punë, se si sillen, se ku ushqehen, se si ja bëjnë, unë nuk e di domosdoshmë raportin ekonomik. Ku, si del, sepse ti merr një rrogë edhe kur shkon darkë ke babai pensionist dhe dorëzosh si jetohet këtu pra, me këto të ardhura. Këtë demokraci na sollën ne këta. Bata qilërë, edhe ne pa ne, alo, si mendon ti fshati qyteti? Fshati është primi, pa fshati ne jemi të vdekur. Aty është burimi gjithë të ardhurave tona. Mos dalim ke pasuri tjera. Mirë gotojme. Ti apo nga qyteti? Po nga ti pëlqej ati vagajt, nuk bëhet me kështu kjo, ç'pyetje është kjo? Jo personalisht, si mendon? Më të mira dhe më tradita, më norma janë vajzat nga fshati apo ato nga qyteti? Mua më duken më të mira vajzat e mëngshura të mira, të ndeshme të gjitha me gjithë që të ketë gjithë mirësitë që ti pëlqejnë ati zotit, sepse siç ka në qytet shumë të mira të kulturuara, ka edhe në fshat. Megjithëse në fshat ka ngelu pak tani. Më vjen keq, po ka ngelu pak. Nuk e di çfarë përgjigje doni ju po. Faleminderit. Ti nga fshati apo nga qyteti? Unë jam qytetar i vjetër Tiranës. Po nga është më mirë nuse, ta marrësh nga fshati apo nga qyteti? Ku është kultura më e mirë? Ku është më e mirë? Po normat e traditat? Që norma që traditat? Tu mi janë gjitha. Pse thonë qytet ose krye qytet? Pse se ka të gjitha normat e traditat e ka gjitha. Se shkruhen në fshat, nuk shkruhet gjogjesh. Faleminderit. Mirë pace. Ti nga fshati apo nga qyteti? Si? Nuse më mirë nga fshati apo nga qyteti? I sojma janë gjitha. Kush janë vajza më të mira? Një llojt, si në qytet, fshat, i llojt e në vajzën. Si preferojnë më shumë djem? Si kjo marrë menja. Faleminderit. Ka të pëlqej, vashu. Si mendoni, më mirë një nuse nga fshati apo nga qyteti? Çe? Një nuse nga fshati apo nga qyteti? Vallai, unë kam Tiranë se e daj. Një nuse nga Tirana apo nga... Po, Tiranë. Po pse bëhet kjo pyetje tash? Po ti nga do mosh burrin. A e ke burr? E ka. Ha? E ka. E ka. Nesër na jap mikrofonin ty dhe më pyesësh mua, sot të pyes. Ai u shoh marrë. Faleminderit. Nuse nga fshati apo nga qyteti? Unë jam vajzë fshati, kam shkuar në qytet. Kështu që më ka dalë për mirë. Si mendoni, kush janë më me norma apo më me rregulla vajzat e fshatit apo ato të qytetit? Aty varet nga edukata që i jep familja. Mund të jetë e shkolluar në fshat dhe del zero në qytet. Kështu që varet nga edukata, thënë. Faleminderit. Gjithë të mirat edhe ju.